Nga ajo që deklaroj herën e fundit, sepse në bazë të kësaj partia e dytë me shumë vota është Partia Demokratike. Është Partia Demokratike, u deklaru që ne nuk e marrim mandatin sepse nuk i kanë votet. Edhe ashtu është sepse LDK-ja është deklaru vazhdimisht që nuk bën koalicion as me partitë ish opozitare, as me pozitën. Dhe në mungesë të votave, pothuajse është e pamundur që ta marrësh mandatarin sepse nuk i ke 61 vota. Në bazë kësaj, ndoshta do t'jipet një mundësi, po nuk e besojnë, as se dikush tjetër mund t'jetë mandatar nga lëvizjave të vendosje në këto ditë që kanë mbet një farë mënyre. Mendoni që Kurti Elçën vend? Nuk e besoj, është diçka që nuk më ndodh, domethënë sepse ne i njohim partitë çfarë janë, se janë të organizuara dhe është diçka që nuk më ndodh. E vetmja rrugë si duket, nuk po e quaj zgjidhje, por e vetëm sepse nuk janë zgjedhje, ne prapë do të vijmë këtu. E vetmja rrugë si duket është për momentin që vendit shkojnë në zgjedhje. Profesor, kur përmendët këtë me Kurti në krye, ishte në fakt sot Kurti në konferencë, cili tha që kur ka pasur konsulta me Nismën dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, ata kanë thënë që janë kundër një qeverie që në krye është Albin Kurti. Mendoni që në qoftë se propozohet një emër i ri edhe partitë e tjera do kenë më të lehtë? Unë besoj që nëse kjo kërkesë ka ardhur nga LDK-ja dhe Nisma, është kërkesë e parësyeshme. Sepse figura zotëri, këto vota që i kanë marrë vetëvendosja, ne do të jemi realist, janë pikërisht për shkak të autoritetit që e gëzon në publik. Nuk kanë marrë vota shumica njerëzve që janë listat, ose kanë marrë vota për shkak të liderit. Dhe një kërkesë e tillë, kërkosh që mos tjetë kryeminist, njeriu më i fuqishëm në atë parti është kërkesë e parësyeshme. Ose është kërkesë nëse nuk je interesuar për koalicion, edhe vendos kërkesa të cilat janë të papranueshme. Po mendoj gjithashtu nuk është korrekte në rast se po e zëm ka qenë numri ministrive që është kërkuar më shumë ose vetëvendosja ka qenë e ngurtë, ka thënë vetëm këto ministri ose këto pozita, gjë që nuk justifikon as pozicioneve të vendosjes, po të kërkosh që të mos jetë njeriu më i fuqishëm partit, t'ia lëshoj vendin dikujt tjetër, është kërkesë e pabëshme, nuk bëhet, domethënë e dinë edhe vetë partitë që e kanë bërë, nuk e di nëse ata vërtet e kanë bërë një kërkesë tillë, është një kërkesë e parealizueshme. Është kërkesë për të mos bërë koalicion, sepse mungesa e vullnet koalicionit është treguar që në fillim. Me përjashtim do thoja që pas përfundimit zgjedhjeve, Nisma si parti e vogël ka dalë që jemi të hapur për të gjithë. E vetmja që ka treguar është tani vullnet më të madh krahasuar me gjitha partitë tjera. E qarë, profesor, kërkuj falje që duhet ju ndërpres, për shkak që tani kemi një lidhje të drejt për drejt me gazetarën Fetije Kamberi, e cila e ka përcjellur nga afër konferencën e kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Përshëndetje Fetije, ka përfunduar konferenca dhe çfarë tha Kurti para gazetarëve? Po atë Reviola, përshëndetje për juve në studio dhe gjithë ata që po na ndjekin atëherë kryeministri në detyrë Albin Kurti për 40 minuta ju është drejtuar qytetarëve, pra mediave, për të treguar për situatën dje të krijuar në kuvendin e Kosovës, ku nuk i sigurohej 61 vota për formimin e qeverisë së re apo Kurti 3, siç ju kanë referuar gjatë tërë kësaj periudhe që ka thënë më testoni se i kanë votat për qeverinë, por ja që doli që ditën e diel, pra nuk i kishte 61 vota për të bërë Kurti 3. A i tha se ka tentuar të bëj koalicione, pra marrëveshje politike me LDK-n dhe Nismën, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Nismën e Fatmir Limajt, por nuk ja ka arritur me asnjërin për shkak që të dytë partitë pra kategorikisht kanë refuzuar të bashkëpunojnë me Albin Kurtin dhe lëvizjen vetëvendosje. Sa i përket Lidhjes Demokratike të Kosovës, ai ka thënë se e kemi parë që të mundshme një koalicion bashkë me ta për ta zgjidhur edhe çështjen e 4 muajve të ardhshëm pas dhjetorit për çështjen e votimit të presidentës Kosovës, mirë po nuk ja kanë dalë për të arritur një koalicion. Sipas tij është e pakuptueshme, nuk po e kupton Lidhjen Demokratike të Kosovës për çka po e refuzon, për shkak që fillimisht kishte menduar zotri Kurti që Lidhja Demokratike e Kosovës e ka vetëm potencialisht, pra kategorikisht me të mos bashkëpunojë pra me emrin e Albin Kurtit, mirë po thotë që bashkëpunim LDK-ja nuk ka as me nivelin lokal njëjtë sikur që ishte në Vushtrem me Sulejman Mehollin, pra kandidatin për kryetar të komunës Vushtres nga vetëvendosje. Pra
një farforme po i pamundsohet edhe koalicionet lokale nga Lidhja Demokratike e Kosovës, pra nuk është vetëm me Albin Kurtin, por është me lëvizjen vetëvendosje në tërësi. Ndërsa për nismë nuk foli shumë gjatë, duke thënë se vetëm e kanë refuzuar kategorikisht një koalicion marrëveshje politike në mes pra VV-s dhe nismës. Ajo çka e përmendi kryeministri është që është munduar fort shumë nga viti 2020 pra që ta ndaj LDK-n nga PDK-ja për shkak që sipas tij ka ndryshime, por edhe kur i kanë mbajtur takimet, LDK ka pranuar të jetë në koalicion me vetëvendosjen e Albin Kurtit vetëm kur ka qenë pjesë edhe PDK-ja. Pra këto dyja nuk ndahen mes vetit sipas Kurtit. Ai isha vetëm zgjedhjet si mundësi zgjedhjet e reja të Kosovës pra për sa i përket parlamentare, mirë po thotë që pas zgjedhjeve lokale, balotazhit, zgjedhjeve të reja parlamentare do të ketë edhe zgjedhje në prill pra për presidentën. U pyet nga gazetarët edhe se sa mendon pra pas zgjedhjeve të reja, pas zgjedhjeve parlamentare me kësha një koalicion kryeministri Kurti për shkak që me LDK-n dhe nismën nuk ka mundur, me PDK-n dhe OAK-n nuk ka provuar, kësha si partner pra pas zgjedhjeve të reja parlamentare. Ai ka thënë që momentalisht nuk mund të them se kësha për marrëveshje pas zgjedhjeve lokale sepse nuk po duket se mund të ketë, mirë po nuk e di se ku po na drejton pra i gjithë ky proces. Foli shkurt kur u pyet se pse nuk e ka ftuar për takim Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se vetëm nisma është ndarë nga AK-ja, kemi provuar vetëm me Fatmir Limaj dhe jo me AK-n dhe PDK-n. Ai u pyet edhe pse a është shkak gjuha e tij, pra gjuha që e ka përdorur gjatë fushatës së kaluar për zgjedhjet parlamentare, ajo që i ka larguar partitë politike si Lidhja Demokratike e Kosovës, PDK-ja, nisma dhe AK-ja, ka thënë që jo, sepse po të merret parasysh se çfarë kanë thënë më herët për njëri tjetrin, asnjëherë nuk do të bashkëqeverisen LDK-ja dhe PDK-ja bashkë, mirë po ata i kanë harruar se çfarë kanë thënë për njëri tjetrin dhe janë bërë bashkë. Ai gjithashtu e përmendi shkurt edhe pse sipas tij arsyeën se për çfarë nuk po bashkëqeverisin, nuk po bëjmë bashkëkoalicione me vetëvendosjen këto parti politike, për shkak që sipas Kurtit janë prishur interesa të mëdha të këtyre partive për shkak të mirës së Kosovës, siç ka thënë ai. Është pyetur se a ka edhe një emër të dytë për nominim, pra për kandidat për mandatar sa i përket formimit të qeverisë së re, është ka treguar se po e presin presidentën Vjosa Osmani për takim për shkak që sipas tij ende nuk kanë marrë ndonjë ftesë për takim nga zonja Osmani dhe nuk ka dhënë përgjigje se lëvizja vetëvendosja a e ka një emër të dytë për mandatar sa i përket qeverisë së re, pra Kurtit ra për të propozuar një emër të ri nga ky subjekt politik. Gjithashtu është pyetur edhe për një themi koalicion të mundshëm mes partive opozitare dhe listës serbe. Ai nuk e shën në këtë drejtim pra që të bëhen bashkë për shkak që sipas tij vetë dje kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memri Krasniqi gjatë një konferencë para gazetarëve tha se ne nuk do të jemi pra në një koalicion bashkë me opozitën dhe sipas tij janë 24 deputat minus pra këto dhe nuk do të ketë edhe një qeveri të opozitës për të parë. Ai po pret që ditëve në vazhdim pra të marrë një ftesë nga presidenti Osmani për të shkuar dhe për të parë se cilat do të jenë pra hapat tutje nga zonja Osmani në drejtim të qeverisë së re, mirë po ai çka e përmendi vazhdimisht Kurti është që po shkojmë drejt zgjedhjeve të reja edhe pse nuk është më e mira për Kosovën për shkak që brenda pak muajve i kemi katër parë zgjedhje në Republikën e Kosovës. Për fund u pyet se gjatë gjithë periudhës keni thënë që më testoni dhe shikoni sa i kam numrat për qeverinë, pra 61 vota në krahasim me 56 që mori dje. Kurti tha se këto vota kanë lëvizur për shkak që kanë qenë në pranverën e këtij viti, kryesisht në muajin prill-maj kur është bërë përpjekje që Albulina Haxhiu për kryekuvendare të votohet me votimin e fshat dhe pastaj pra numrat kanë lëvizur. Mirë po ai tha se dje disa deputat i kanë thënë që nëse i bëni 60 vota ne do të jemi i 61 që ju votojnë për formimin e qeverisë, por sipas tij nuk është arritur 60 që për shkak që po të arrijë 60 që do të arrin të numrin në 63 apo 64 sipas Kurtit. Dha një shpjegim tepër të thjeshtë sa i përket emrave për qeverinë Kurtit ra që i shitën në ekzekutiv.
Arbëriana Gafsi që nuk ishte më pjesë e ekzekutivës, Rozeta Hajdari gjithashtu, Besnik Bislimi gjithashtu, ai tha që këto janë vetëm punë të brendshme të Partisë Lëvizjes Vendosje për të bërë pra një theme shikim të brendshëm për të parë emra të rinj në ekzekutiv, ndërsa sa i përket kryetarit të kuvendit Dim Albasha tha që gjithmonë edhe para se të ishte kryetari i kuvendit e ka paramenduar për në ekzekutiv, ta kishte ofër në ekzekutiv për qeverin Kurtit Re dhe nuk ka të bëj me diçka tjetër, pra vetëm është punë edhe llogaritje e brendshme e këtij subjekti politik, por jo diçka më shumë në këtë drejtim nga Lëvizja Vetëvendosja apo kryeministri në detyrë Albin Kurti. Viola, nëse keni ndonjë pyetje specifike sa i përket konferencës 40 minutëshe të Kurtit, jam këtu për të përgjigjur, nëse nuk keni pyetje, po kaloj linjën. Jo, Fetia, ne të falenderojmë për gjitha informacionet që na solle nga atje. Ndërkohë, profesor, pra ishin ato që edhe i diskutua më herët, edhe njëherë Kurti tha që asesi nuk e kupton qasjen që ka pasur lidhja demokratike e Kosovës. Se mendoni, profesor, edhe ju kështu që do ishte një mundësi shumë e mirë për lidhjen demokratike të Kosovës që të ishte bashkë në qeveri me Kurtin, duke ditur se ishte partia e tretë në fakt nga zgjedhjet? Pavarësisht se cilat janë pozicionet ose relacionet mes tyre, sa janë afër, e thamë edhe më herët që nuk kanë dallime ideologjike. Janë çështje personale, janë një lloj polarizimi personalistik që mund quhet. Megjithatë, edhe LDK edhe Vetëvendosja e partitë tjera duhet ta dinë që nëse duan që të jenë qeveri, duhet të jenë pjesë e koalicionit. Këto mund të aprovojnë fatin që vetë marrin votat, që është e pamundshme, ndoshta Vetëvendosja kalkulon pak më shumë, që ndoshta zgjedhjet të ardhshme mund të marrë vota më shumë ose megjithatë koalicionet do të jenë të paevitueshme. Nëse nuk bëjnë sot koalicion, nesër du të bënë. U tha që i është bërë dhe pyetje zotri Kurtit që pas zgjedhjeve kë shihni partner. Deshën ose s'deshën, partitë edhe pas zgjedhjeve duhet të bëjnë koalicion. Kështu që më mirë do të ishte, mos t'i humbin kohë qytetarëve, mos t'i humbin kohë shtetit, vendit, sepse jemi mrapa në gjitha fushat, krahasuar me të tjerët, bëjnë koalicionet qeverisën siç është e zakonshmja në sistemin shumë partijak. E zakonshmja domosdoshmja është koalicion. Rallë ndodhë që një partit marrë vota vetë mjaftueshëm sa që ta bëj qeverin, po si duket partit janë duke testu gjitha mënyrat që ndoshta mund të marrin vota vetë mjaftueshëm pa pas nevojë për koalicione, gjë e cila nuk e shoh që mund të ndodhë. Dhe normalisht që kjo tregon që edhe zgjedhja, sepse si duket zgjedhja është e vetmja. Është rruga vetme si duket. Edhe zgjedhjet vetëm do të na sjellin prapë në një skenë të njëjtë pothuajse, dhe çka do t'i thonë pastaj partitë qytetarëve, pse u bët bashkë pas 2 muajve, jo para 3-4 muajve po zëm, pse ja keni humbë të kohë qytetarëve dhe vendit, sepse koalicionet duhet të bë. Fundja, s'është patjetër që koalicion mund të funksionojnë, ato mund bëhen, mund qeverisin bashkë, po dhe mund prishen gjatë rrugës. Po jo në këtë gjendje që në farë mënyrë partitë nuk pranojnë që të hynë koalicion me asë një shmim një farë mënyre, gjë që është e dashme, është e pa një farë mënyre, është një dëm i pariparushëm që i bët edhe demokracisë vendit, edhe, sepse është një praktik jo demokratik. Demokracia kërkon konsenzus, kërkon kompromis, kërkon edhe garë, normalisht, po kërkon pas edhe kompromis programor, ideologjik e kështu me radhë, një gjë për cilën partitë tona si duket, po dëshmojnë që nuk janë të gatshme që ta bëjnë. E qarë, profesor, për shkak të kohës,